I nderuar kryeministër Edi Rama, të nderuara vajza gra socialiste. Unë jam Ervina Meta, kandidate po deputete dhe sot flas me zemër dhe me krenari entuziastës të zakonshëm. Unë dhe belshi im jemi thellësisht mirënjohës dhe krenare për transformimin e kërbullueshëm që keni përjetuar jo vetëm në bashki, por të gjithë Shqipërinë, fal qeverisë suaj. A të vdesën të deputetës tonë, po të vdesën të Ervinës tonë që është kandidate për deputetë. Dale se kanë gjetur një copë mollë. O Ervina ime ti, o deputetja jo në dashur ti. Fale një gocën se goca ka jetuar jashtë shtetit në Belshë Elbasanit. O deputetja jo në ti, unë të vroj këto mollë, po të duash hate këtë që e zura, por po të japim këtë të pazen,